Në prag të festave të ditës së mësuesit dhe ditës së grave, sa Agrkopi si prodhues dhe furnizues kryesor në Kosovë me lule është i furnizuar në prag të këtyre festave? Jemi të furnizuar bëjagi, shumë në këtë periudhë, që një javë kemi filluar që ta furnizojmë tregun nëpër Kosovë, duke fillu nga prodhues, prodhues që prodhojnë nëpër Kosovë, nga këto qendrat e mëdha si marketet edhe këto, të gjitha pikat shitse, markete, dyqanet lule, prodhues që shesin në treg ose asi, të gjithë që një javë vetëm kemi fillu, Do të thotë nga këtu ato furnizohen? Nga këtu furnizohen të gjithë. E kanë adresën e importit, këto sigurisht janë shumica syrës janë edhe importi, janë? Tash për momentin këto janë shumica janë të importit nga Holanda, me që lulet e kultivimit tonë që i prodhojmë ne, ato dikun dalin në shitje prej gjysës prillit. Këto janë përgjithësi janë lulet ambientit të mbrëmshëm, që dhurohen për dhurate. A ka vështirësi administrative në dogana? Ka vështirësi, ka mirë, po vështirësi është vetëm nëse pritet shumë në dogana, ka pritet gjatë kamione, mund të ketë problem që të dëmtohen lulet ose diçka, mirë për ndryshe jo, me që dokumentat janë të gjitha në rregull, vinë nga importi nga Holanda, kontrollat janë mbi dokumentacioni, që lulet janë të shëndetshme, gjithmonë janë të kontrolluar lulet, e kështu që nuk ka ndonjë problem për me kalu kënej. Apo rritet sa më afër ditët që i përmendëm, festat, apo rritet fluksi i konsumatorëve? Fluksi i konsumatorëve çdo ditë më shumë rritet, mirë po edhe në krahasim me vitet e tjera, kur e bëjmë dallimin, çdo vit më shumë është interesimi më i madh për lulet. Kur e bëjmë dallimin nëse flasim për ditën e 7 marsit, tashmë çdo fëmijë shkon me një lule në shkollë, me një lule për ditën e mësuesit. Çdo fëmijë e blen një lule, me që çmimet janë të lira dhe nuk ka ndonjë farë vlere shumë e madhe dhe çdo vit më shumë është interesimi. Sigurisht keni edhe parasysh edhe kategoritë e blerësve të ndryshëm frekuentuesve këtu, keni edhe lëshimet, keni disa benefite që edhe ato dallojnë, po, bim me lule me çmime më të ulta kur e dim që është për ditën e mësuesit, mjafton një lule e vogël sa me e bë muni mirë mësuesin ose me një çmim më të lirë. Mirë po ka zgjedhje edhe për ditën e nanës, që asnjëherë nuk e kursen, ose nuk shqyr as për vlerën, ndoshta se sa kushton, vetëm që ta bëj të ndihet mirë, nanën ose tashmë dita e 8 marsit nuk po llogaritet si vetëm dita e nanës, ndoshta, po në më shumë e quaj edhe si një lloj festa e luleve, muj me thonë, me që çdo klient që vjen i blen 2, 3, 5 lule, ndoshta i dhuron motrës, nanës, kunatës, vjerës, apo ma është zgjeru ajo shitja që tash blen sasi më të madhe të luleve. Nga dita e parë të formimit të Agrokopit dhe deri tash jeni ju këtu, apo vreni ju që nga vitin vit ka idhëtar të kultivimit, por edhe të ambientit më të bukur? Po, çdo vit e më shumë e vren dallimin edhe të kultivues, po shtohet shumë kultivimi në Kosovë. Mirë po edhe të blerja e luleve nga Holanda. Është interesimi shumë i madh në krahasim me kur e mbaj mend, kur i kemi bërë para disa vite ato misione, shumë është vëdilësimi i njerëzve për me dhuru lule dhe për me shtu kultivimin. Do të thotë edhe ne kemi pasur dorë në këtë në sensibilizim edhe emisione. Po, kjo ka ndiku shumë. Sa herë kemi ardhë klientat, kanë ardhë direkt edhe nga emisione, jo kemi pa mbojk ose adhe në gjithmonë kemi pas bashkëpunimi.